për të përmëzituar punën tonë, produktet tona dhe mikpritjen tonë shqiptare në çdo skaj. Dërgojmë vajin tonë të ullirit në Amerikë, në Angli. Bletën unë e quaj kombinat. Ajo ka rreth 5-6 produkte kryesore të domosdoshme për njeriu. Kemi se erdhe këtu në sofrën tonë në ditën e verës, e cila është nga toka jonë në sofrën tuaj. Është një nga turizmet, le të themi, të zonës tonë, i cili që kur ka filluar të mbillet me dashuri. Kështu që normalisht një gjë që bëhet, një punë që bëhet me dashuri dhe mbillet me dashuri, rritet avash, por i sigurt. Ne si agroturizëm kemi afro 5 vjet që jemi në funksion të shërbimit të miqve tanë. Ndodhemi në qytetin e Gamshit, në malet e Gamshit, rreth 950 metra nga niveli i detit, ku mbashtojmë afro 940 kerë bakti timta. Kemi baxhën tonë, kemi një restorant rreth 300 metra katror, kemi akomodim rreth 65 shtretër, edhe mikpresi miq për çdo ditë. Thuaj se ne si agroturizëm pjesëmarrës në të gjitha panajiret që organizohet nga Ministria e Bujqësisë dhe nga qeveria shqiptare apo dhe jashtë territorit shqiptar, ne marrim pjesë. Marrim pjesë në një panajir është diçka, le të themi, jo vetëm e bukur, por është edhe frytëdhënëse sepse je në tregun shqiptar, po edhe atë të huaj. Për të përmëzituar punën tonë, produktet tona dhe mikpritjen tonë shqiptare në çdo skaj. Në një agroturizëm, puna nuk rresht, zgjohesh prej mëngjesit edhe deri vonë je në shërbim të miqve, në shërbim të baktive, por është ajo, është, le të themi, dashuria që ti ke për vendin tënd për të arritur diku dhe për të arritur punën dhe për të frymëzuar gjithë rinin tonë, siç që shikoni punonjësit tanë janë gjithë të rinj dhe ne duam që ata të rinë në vendin tonë dhe të punojnë këtu të rritën së bashku me agroturizmin tanë. Kemi ardhur të prezantojmë me gjithë produktet e fermës tonë ku fillon prej qumshit, i cili nga qumshi janë gjithë në produkte si djathi, 3 lloj djathrash, është buka që bëjmë ne, kulaçi, dengu i thanës, pra gjitha këto që ne po flasim janë produktet tona dhe na i ofron mali. Thjesht ne kemi një bashkëpunim me tokën e cila na jep frutet tona dhe ne vim në çdo panajir për t'i prezantuar ata. Me dëshirën më të madhe ju kisha thënë që mos ta lënë këtë vend kaq të bukur, t'i investojnë nëse nuk e kanë mundësinë përsëri le ta afrojnë pranë ne, sepse ne vërtet kemi dëshirë shumë të madhe që t'i kemi gjithë rinin dhe t'i përkrajnë, sepse kemi mundësinë që t'i nxjerrim edhe pranë nesh, po t'i japim me dorë të sigurt që ata mos jenë të friksuar që të investojnë dhe të punojnë në bujqësi dhe në agroturizëm. Pra tashme e kanë një këmbë të fortë që është Biofarm Gramsh, që të mbështeten dhe vërtet do kisha shumë dëshirë që çdo të riu ta kisha krah meje. Kompania Jolla funksionon që për vitin 2020, kemi përruar si fillim në fushën e përpunimit të vajit të ullirit. Në vitin 2024 kemi filluar me paketimin të vajit të ullirit. Momentalisht dërgojmë vajin tonë të ullirit në Amerikë, në Angli. Mund na gjeni në Angli në disa edhe në një website-in tonë që kemi hapur që ofrojmë online. Edhe vetë jemi si fermer, faktikisht e gjithë kjo ide na ka nisur si kemi rreth 1500 ulliri vetë si fermer. Pas asaj, për të gjetur një treg për të shitur vajin tonë të ullirit, kemi sa ju po një fabrikë vaj, nga fabrika vajit jemi ke paketimi vajit të ullirit, edhe na intereson më shumë eksporti, sa më shumë. Klientë në Kosova kam shumë. Vinë, po nuk e marrin me paketimin vaj, vinë direkt kur është fabrika, kur është sezoni nëntor, dhjetor, vinë e marrin vajin edhe iki po prapë ke trevat e tyre ke shtëpitë e tyre. Është shumë e rëndësishme me marrë pjesë në këto panajire sepse ne promovojmë vajin tonë, na pëlqen edhe Shqipërisë. Shumë prej qyteteve nuk e kanë ulliri që të bëjnë një vaj ulliri, kështu që ne pa promovuar çfarë cilësi kemi, çfarë vaj ulliri nuk mund ta shesim dot. Është shumë e rëndësishme. Unë punën me bletët ka rreth 48 vjet që e kam filluar. Në momentin që jam liruar nga ushtria dhe pata patin që unë të shkoj roje ke bletët. Por njëkohësisht dhe pasioni im detyroi që unë të shkoj roje. Sepse unë punoja në ndërmarrje bujqësore, u hap vendi për bletët, bëra çmos që vajta në ato kohë. Edhe nga ai vit unë kem shkuar asnjë ditë nga bletët. Në vitin 1990 bletët u privatizuan
Dhe unë i bleva të gjitha bletët e shtetit, i bara për vete. Dhe nga 1990 dhe deri më sot ne punojmë në familje me bletët. Bletën unë e quaj kombinat, sepse ajo ka rreth 5-6 produkte kryesore të domosdoshme për njeriu. Dhe unë ke filluar që nga mjalti dhe deri tek helmi. Kemi mjaltin, polenin, propolisin, dyllin, helmin, dhe kemi dhe pjalmimin e kulturave të bujqësore, që është pjesa më e rëndësishme, sepse dihet ajo që njerëzimi në qoftë se do të zhduken bletët ka vetëm 4 vjet tjerë. Ose në qoftë se kemi një pjatë, një tas me përshesh brenda, 2 lugë kemi nga bleta, 1 kemi nga puna jonë. Në radhë parë kjo është punë pasioni dhe është biznes që të mban gjallë dhe të fut në rrugë të mira, të drejta. Domethënë, nëse ti je korrekt me punën. Unë rri në Cerrik, në qytetin e Cerrikut, por bletët ne i shtektojmë. I mbajmë në makinë nga koha e majit deri në vjesht në shtator-tetor. Mbledhim kryesisht zonat malore, sepse nuk ka kullota të kultivuara në Shqipëri që të kullosin bletët dhe shkojmë në kullota natyrore. Dhe unë kam shëtitur me bletët nga Konishpolli deri në Tropoj.